me në krye drejtorin Ish ministri i infrastrukturës në Kosovë, Libur Naliu, u prezantua këtë të martë nga zëvendës kryeministrja Belinda Balluku si drejtori i autoritetit portual të Durrësit. Ai do të zëvendësojë në këtë pozicion Kreshnik Bajraktarin, i cili do të marrë një detyrë të re. Porti i Durrësit për ne ka qenë një prioritet. Sigurisht që kemi kërkuar gjithmonë që të drejtohej nga profesionistë, të cilët jo vetëm njohin transportin, por nga ana tjetër me aftësi negociuese me trupa ndërkombëtar, pasi porti i ri i Durrësit parashikohet është në vullnetin politik të qeverisë shqiptare, që tjetë edhe një bazë e NATO-s. Ka nevojë të ketë lidhje të forta me portin e Durrësit në mënyrë që përmes saj të shpërndahen mallrat të gjithë rajonin. Kjo i krijon asaj mundësi të mira të zhvillimit ekonomik. E po ashtu, kjo mundësi e përhapjes së mallrave përmes edhe Prishtinës edhe Shkupit do bënte që porti i Durrësit të duhet të zgjerojë kapacitetet, që kjo sasi e mallrave që tani janë të shumë fishose sepse do arrijë shumë lehtë edhe Varrën edhe gjithë rajonin. Duke vlerësuar vizionin e kryeministrit Edi Rama, që në disa raste ka emëruar figurat të Kosovës në pozicione drejtuese në Shqipëri, ajo shtoi se edhe këtë herë Rama dha konfirmimin e tij për Aliun. Edi Rama ka punuar historikisht për Shqipërinë dhe për Kosovën me të njëjtin pasion dhe dëshirë për t'i parë shqiptarët në lartësinë që ata e meritojnë. Nuk është hera parë që qytetarët e Kosovës janë përfshirë në ekzekutivin shqiptar. Kryeministri ma ka aprovuar propozimin tim, duke madje e mbështetur, pasi porti i Durrësit është porti i shqiptarëve dhe nuk është porti i Shqipërisë. Balluku njoftoi se punimet për ndërtimin e portit të ri në Porto Romano do të nisin në vitin tjetër. Në 31 janar ne do të kemi një fitues, një konsorcium fitues, që më pas duhet vazhduar me negocimin e kontratës dhe me synimin e madh për të nisur kantierin e ndërtimit të portit të ri në Porto Romano brenda këtij viti, pra vitit që do të vi 2026. Sipas parashikimeve, porti në Porto Romano do të jetë i dorëzuar dhe operativ deri në vitin 2029.